Po, zoti Kurti, për 6 orë Parlamentin e Republikës së Kosovës e shndroi në një kuvend popullor, si në Korenë e Veriut dhe në Kinë, pa opozit, pa kritik, pa rregulla, pa ligje, ligjin rregullat i mori vetë në dorë, me dominim total, me nënshtrim total të grupit parlamentar, me duar trokitje të përshpejtuara që ma kujtojshin periudhën e Enver Hoxhës, kur filloi me rreshu plak edhe ai për fjalimin e tij, atë e pash që ai është në një botë paralele, në shtetin e ëndrave të tij, ku ai është lideri suprem. Dhe me këtë adrenalin të kuvendit, shkoi për pak qase u shndrua edhe në president, dhe shoqër që përfundoi nata, se ai shkoi edhe në gjykatë kushtetuese, tu mendu që është edhe kryetari i gjykatës kushtetuese. Kështu që mendoj që mbrëm ka qenë një simulim i ëndrës së tij jetësore për mu bë lider suprem. Por shoqër që nata përfundoi dhe kur dielli lindi përsëri, unë mendoj që Republika e Kosovës fitoi përballë një tundimi të një njeri i cili mbrëm ka synu për mbyset e rend kushtetues, po fal edhe Partisë Demokratike të Kosovës, edhe Lidhjes Demokratike, edhe AK-s, fal organizimit dhe mobilizimit që bëm, që në rast që ai vazhdon me skenarin e tij për të bërë një president në mënyrë kundër kushtetuese, reagimi qytetar do të ishte i pashmangshëm, dhe unë mendoj që ky presion e ka ndalu. Besoj që edhe bashkësia ndërkombëtare, disa shtete të Bashkimit Evropian kanë ndihmuar që ai të ndalë këtë çmenduri dhe këtë tentim poq, i cili pashmangshëm do të mund ta dërgonte Kosovën edhe në luftë civile. Pra, brëm është evituar një rrezik shumë i madh për Kosovën, për qytetarët e Kosovës, dhe sot Kosova është në një gjendje më të mirë. Po patjetër unë vetë kam punuar në zyrën e presidentit dhe ajo zyre, ai korridor, ajo skenë është e dedikuar vetëm për presidentin e Republikës së Kosovës, të cilën ndoshta mund ta shfrytëzojnë vetëm ish presidentët. Por as kryeministri, as ministri, as deputet nuk kanë çfarë lypin në atë skenë, sepse është e dedikuar, është njëjtë si me hyrë në zyrën e presidentit edhe me uzurpu zyrën e presidentit. Pra është një institucion i cili nuk i takon atij, sepse kompetencat në Republikën e Kosovës janë përfundimisht të ndara. Prandaj tendenca për të shkuar aty, thash edhe një herë, është një tendencë e cilën edhe vetë tha, sepse tha kandidatja jon tha formalisht është presidente, se i ka marrë votat. Pra, ai mundohet që të krijojë një dimension paralel i cili nuk ekziston në memorien kolektive të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe nuk ekziston as në kulturën tonë politike.